ata i japin një mbështetje të pakufishme pikërisht këtyre strukturave, duke marrë në konsiderat edhe faktin që ata kanë të dhëna, sepse kjo është një fenomen i cili lidhet dhe me organizatat kriminale ndërkombëtare që veprojnë qoftë në Ballkan, në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Madhe. Qartë, por avokat, duke qenë se Parlamenti Evropian ka theksuar për vazhdimisht rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë, a ka Shqipëria sot mekanizma të mjaftueshme për të garantuar pra që s'paktën mos synohet nga ndërhyrje të brendshme, sidomos kur këto hetime prekin dhe figurat e larta politike? Në fakt, struktura posaçme sepse do të morë në një kontekst më gjerë. Jo vetëm SPAK-u, por dhe gjykata e posaçme, se në fund vendimarrja përket gjykatës. Patjetër. Struktura e posaçme, pra në rast prokuroria e posaçme kryen hetime, i dërgon dosje të një gjyq për vepra penale të cilat shmon se ka prova, por në fund vendimarrja mbetet gjykatës. Në rastin konkret, strukturat e posaçme përfshi pra prokuroria dhe gjykata rezulton se janë në një trysni të djashme. Ka njëra janë partnerë ndërkombëtar të cilët e kanë mbështetur, e kanë financuar, e kanë promovuar, dhe nga ana tjetër është politika shqiptare, veçanërisht qeverisja e Ramës, ekzekutivi, që kanë vënë në një presion pasi tashmë disa procedime ose hetime kanë prevaluar dhe kanë shkuar deri në derën e kryeministit, siç është rasti i zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Po e marrim në një analizë shumë të shkurtër. Rezulton se mazhoranca po pengon. Natyrisht kryeministri Edi Rama po përdor dhe kryetarin e Kuvendit në shkeljet rregullores së Kuvendit, po pengon veprimtarinë e Këshillit të Mandateve për diskutuar imuniteteve, për diskutuar lidhur me heqjen e imunitetit ose jo të zëvendës kryeministres Belinda Balloku, duke shtyrë dhe disa herë duke shtyrë edhe mbledhjet me qëllim që ta lëshojnë në dekadencë, sepse fati për ta shqyrtuar kërkesën është 3 mujor. Nga ana tjetër ka vënë në trysni gjykatën kushtetuese. E ka vënë në trysni dhe gjykata kushtetuese ndodhet se shqyrton çështjen. Rezulton se akoma nuk e dalë me një vendimarrje në një kushtet kur kjo çështje i përket pra një interesi publik shumë të rëndësishëm, por jo vetëm një interesi publik, por lidhet edhe me sigurinë kombëtare, se jemi vend antar i NATO-s dhe po mor 2 dosje të cilat pra lidhen me dosje e Hapshit, është një dosje shumë sensitive që cënon jo vetëm sigurinë kombëtare të Republikës Shqipërisë, por edhe të NATO-s. Qartë. Avokat, nga ana tjetër, raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë është përgjigjur ndërkaq të pyetjeve të gazetarëve lidhur me përfshirjen e çështjes së imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balloku në raportin për Parlamentin Evropian. A lexoni këtë qëndrim si një mesazh të qartë për institucionet shqiptare, pra që të mos ndërhyjnë në asnjë formë në të gjithë procesin e drejtësisë? Biseda sistemi i qeverisë në Republikën e Shqipërisë duke ofruar dhe në një shtat kushtetutës bazohet në ndarjen dhe balancimin midis pushtetit ligjvënës, pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor. Natyrisht standardet nuk i kemi vendosur ne. Ne jemi vend aplikant për të integruar në Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian këto standarde ka të konsoliduar. Tashmë ata respektojnë pavarësinë e sistemit drejtësisë dhe pikërisht ky qendrim është dhe një mesazh për qeverinë shqiptare në lidhje me mos ndërhyrjen në punën e sistemit drejtësisë, si për sa i përket prokurorisë posaçme, ashtu edhe sa për sa i përket gjykatës së posaçme në lidhje me çështjen Balloku. Por Rama nuk do të heqë dorë sepse në fakt ai ka të bëjë me imunitetin e Belinda Ballokut, por ka të bëjë me vetë Ramën, nëse do jetë apo s'do jetë më kryeminist. Kjo do përfshin drejt për drejt kryeministrin e vendit Edi Rama. E qartë, duke qenë avokat se Kuvendi i Shqipërisë ka një rol kyç sigurisht në çështjet e imunitetit, mendoni se Parlamenti është sot ndoshta një filtr procedural apo më shumë një pengesë politike për drejtësinë? Brisinda, për sa i përket çështjes së rolit Parlamentit në rastin konkret, ligjvënësi dhe kur është hartuar Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka pas për qëllim për
të mbrojtën fakt imunitetit të opozitës. Kur vendosën në 73 kushtetutës, pra që deputetis mund të ndalohet, pra ose të arrestohet pa autorizimin e lëshuar nga kuvendi, përveç raste kur ai kapet në flagrancë për kryer një vepër penale. Pra qëllimi kushtetues i kësaj dispozite ka qenë një garanci kushtetuese për opozitën, jo për mazhorancën. Në rastin konkret, parlamenti është inekzistent, sepse duke patur 83 mandate Rama, natyrisht që do të marrë një qëndrim dhe ne dhe jemi këtu, dhe pak sa interviste, Rama nuk do t'ja heq imunitetin dhe të cënojë një ndër praktikat dhe të krijojë precedentin e praktikave parlamentare. Në gjitha rastet e tjera, ne kemi praktika të cilat janë hequr imunitetet për të japur drejtësisë. Unë po t'jap një shembull të shumë të thjeshtë. Një ndaluar ose i arrestuar në kuptet e kryes një vepre penale ose i dyshuar për kryen një veprës penale, rezulton se ka 48 orë prokuroria por të vlerësuar arrestin ose ndalimin, dhe 28 orë ka gjykata për të vlerësuar nëse këto ishin qishëm ose padishëm dhe caktimin një masë sigurimi personal. Ndërkohë që zëvendës kryeministri është marrë cilësinë e pandehurës, nuk kemi cilësinë e personit e tij. Pa cilësia procedurale e zonjës Balluku është cilësia e pandehurës që do të thotë se prokuroria e posaçme i ka atribuar vepra penale dhe i ka provuar, ka siguruar prova të plota që ka krijuar bindjen e saj të mbreshme se ka konsumuar elementet e veprave penale për të cilat janë regjistruar procedimi penal. Dhe zëvendës kryeministri në raport me një qytetar, sepse ligji thotë shtetasit janë barabartë përpara ligjit, kushtetuta. Patjetër. Tani ky mekanizëm që do përdor Rama është për të mbrojtur pikërisht qeverisën e vet. Të mbrojtë veten. Dhe një farë mënyre Rama dhe Balluku janë pengu i pengjeve të pengjeve. Qartë. Ndërkaq avokat, kur raportuesi i Parlamentit Evropian thotë se të gjitha institucionet duhet të mbështesin SPAK-un, cilat janë këto institucione sipas jush që kanë më shumë përgjegjësi dhe ku shihni ju rrezikun më të madh të ndërhyrjeve? Tani mekanizmat procedurale janë të njohura. Mendoj se ndërhyrjet kryesore do jenë në zvarritjen e qoftë procesi të veprimtarisë së Këshillit të imuniteteve, lidhur me zvarritjen, qoftë me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese e cila nuk është përgjigjur as interesit publik me vendimarrjen e saj. Është një çështje me interes publik, çështja Balluku. Ndërkohë që ajo vazhdon ta shtyjë ta zvarritje procesin e vendimarrjes, natyrisht është në ndryshmin e ekzekutivit, se dhe vetëm mënyra se si ia formuar kjo gjykatë, ne johëm edhe gjyqtarët, vetëm 3 prej atyre janë gjyqtarë, të tjerë nuk vinë nga fusha e sistemit të drejtësisë. Dhe të tre ato dolën kundër nëse e ka lexuar vendimarrjen e pezullimit, nga detyrat e zonjës Balluku. Natyrisht mekanizmat janë gjykata, pra kur thotë që mos përgohet veprimtaria e prokurorisë posaçme, janë gjykata e posaçme, qoftë ajo gjykata shkallës parë dhe e gjykatës apelit, është gjykata e lartë, është Këshilli i lartë i drejtësisë, i cili duhet monitorojë situatën, pra duhet të jetë në mbështetje të gjykatave, duhet të jetë Këshilli i lartë i prokurorisë, këto janë institucionet, dhe Inspektorati i lartë i drejtësisë, i cili në fakt nuk është ndjerë prej kur është krijuar si strukturë posaçme e organit drejtësisë. Qartë. Ndërkaq avokat, në kushtet kur tashmë Shqipëria pra ndodhet në fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave, mund të kthehet një çështje si ajo e imunitetit për atë zonjës Balluku në një pengesë reale për të gjithë procesin e integrimit evropian? Tani, procesi i integrimit është një proces më kompleks. Jemi korrekt. Por natyrisht kjo do të jetë një çështje sensitive me ndjeshmëri edhe në Parlamentin Evropian. Ju keni monitoruar edhe vizitën që ka pas lideri opozitës Dr. Sali Berisha në Këshillin e Evropës dhe qëndrimin që ka mbajtur Këshilli i Evropës, por po shohim edhe deklarata që ka bërë Departamenti i Shtetit Amerikan lidhur me mbështetjen që japin sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Do të thotë se indirekt, sepse deklaratat janë normalisht diplomatike, do të thotë që kjo çështje është shumë sensitive dhe ka të bëjë drejt për drejt dhe prek drejt për drejt
sistemin e korrupsionit në Shqipëri, trafiqeve drogës, pastrimin e parave, që janë fenomene jo vetëm shqiptare, por janë me përmasa ndërkombëtare. Kështu që unë e shoh që qeveria Rama i ka ditët e shkurtuara sepse ai po përpiqet të ndërhyjë për gjatë agoninë e vet. Ndërkaq, avokat, si keni parë edhe komentet e raportuesit sa i përket protestave që janë organizuar nga Partia Demokratike? Tani, qëndrimin e raportuesve në fakt ka qëndrime të ndryshme. Ai